se kjo që po ndodh me nismën e zotit Sadushi është një puç kushtetues, ka të drejtë opozita që ta ketë të lloj shqetësimi? Absolutisht jo. Gjykata e lartë është në drejtën e tyre. Pse zgjodhen ta bëjnë tani, kjo hap pikpyetje, por sigurisht atë që thash kryetarës mirëvorën se sa kurrë. Kështu që unë nuk besoj që kemi të bëjmë as me një puç kushtetues jo. Gjykata e lartë është në drejtën e saj. Duhet bërë prej kohësh, është një vendim i cili është i vonuar pothuajse prej një dekade, megjithatë le ta bëjnë dhe të shohim se sa do të ndryshojë praktikën. Unë jam shumë pak shpres pak në lidhje me këtë ndryshim që do të reflektojë vendimi i gjykatës së lartë, sepse duhet thënë për hir të së vërtetës edhe kodi procedurës penale e thotë në zeza mbi të bardhë aktual që masa e sigurimit arrest me burg duhet jepet kur çdo tjetër masë është e papërshtatshme. Pra, duhet të shkosh te masa e sigurimit arrest me burg i ke kaluar edhe një 6 masa të tjera. Tani, duke qenë e zeza mbi të bardhë, duke qenë kodi dhe po këta gjyqtarë shkelin, si mund mos shkelin një vendim unifikues. Kështu që le të presim se si do të reflektohet. Megjithatë, për mendimin tim, këto dy gjëra duhen të bëhen. Të zbatohet ligji për mbikëqyrjen elektronike dhe të reduktohet pushteti diskrecional i gjykatës dhe të ndryshohet leadershipi i shkollës së magjistraturës. Sidomos të punën e byzylikëve elektronik bëhet mirë që kujtuat avokatës edhe ne e kishim haruar që e kishim në ligj të miratuar, por që zbatohet apo jo, ishim mësuar vetëm me burg. Nuk zbatohet fare pa ne. Qëndrojmë tek argumenti i dytë, avokat Hoxha. Nesër Partia Socialiste, siç e deklaroi kryeministri Edi Rama në nisje të kësaj jave, do të votojë kundër heqjes së imunitetit të zonjës Belinda Ballukut kërkuar nga SPAK-u në dhjetorin e shkuar. Votat ata padyshimi kanë për të rrëzuar këtë kërkesë, edhe pse opozita do tentojë të bëjë protestë brenda sallës së parlamentit, por edhe jashtë saj. Ju si e shikoni këtë rrëzim të shumicës të një kërkese që vjen nga prokuroria e posaçme? Pare ka një ndryshim, le ta themi, të qasit që ka pasur mazhoranca aktuale në raport me kërkesat e mëhershme që ka pasur prokuroria e posaçme për subjekte të ndryshme, qoftë deputetë, qoftë ministra apo ish ministra dhe gjithë të tjera, që Partia Socialiste nuk ishte mburoja e askujt. Tani më ka një qasje të ndryshme, sigurisht që u pretendua një uzurpim i kompetencave të pushtetit ekzekutiv nga gjykata e posaçme kur u pezullua zonja Balluku, u provua sipas vendimit të gjykatës kushtetuese që nuk kishin të bëjnë me një uzurpim, tani më e them me bindje të plotë që parlamenti ka uzurpuar pushtetin gjyqësor. Që do të thotë, sipas Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe rregullores së Kuvendit, po dhe Kodi Procedurës Penale, Këshilli i Mandateve dhe Parlamenti në seancë plenare kanë vetëm një detyrim, që do të thotë të konstatojnë nëse ka apo jo fumus persecutionis, pra nëse pastaj mos na korrigjoj zoti Manja se shkon edhe papa dhe merr këshilla mbi latinistin, pra rreziku i persekutimit, që do të thotë me fjalë të tjera, nëse ka rrezik që prokuroria e posaçme të ketë persekutuar në mënyrë politike zonjën Balluku, pra nëse do të ketë indikacione që zoti Dumani, zoti Brau në cilësinë e drejtuesit aktual, zoti Prençi apo zonja Beko janë pjesë të një partie politike, të ndonjë partie politike, ose kanë ndonjë aspirat për tyrën politike dhe për të marrë pushtetin ekzekutiv. Nuk ka asnjë indikacion, nuk ka asnjë provë apo indicie për këtë pjesë. Në këto kushte, kaq duhet të verifikojë Kuvendi. Kuvendi i Shqipërisë nuk është gjykata e posaçme që të verifikojë kushtet, provat, nevojat dhe gjithë të tjera. Atëherë, patjetër që ka një uzurpim të kompetencave të Kuvendit, nga ana e Kuvendit të gjykatës posaçme, dhe sigurisht që autorizimi duhet të jepej më pas se çfarë vendos gjykata e posaçme dhe shkallët e gjykimit dhe rrugët e avokatit dhe të zotit janë të pafundme, sigurisht që zonja Balluku nëpërmjet avokatit saj
do të përballej me drejtsinë. Tani krijohet një precedent i cili jo vetëm është i rrezikshëm, por që i ndërpret rrugën drejtësisë dhe kjo ngelet për të parë në raport me të gjithën. Argumenti që ata japin si zoti Rama dhe Ulsi Manja në emër të shumicës socialiste që ishte pjesë e komisionit për çështjen e mandatit të zonjës Balluku, se akuzat janë për shkelje të barazisë në tendera dhe nuk ka akuza për korrupsion, se ndaj saj ka një masë ndaluese për të dalë jashtë vendit, edhe pse nuk është në detyrën e ministres. Apeli GKO-s e la prap në fuqi pezullimin e saj nga detyra, pra janë këto argumenta që mund t'i japi parlamenti apo një forcë politike?